ka pasur një numër të shtuar të qytetarëve të cilat ka pasur simptoma të gripit të zakonshëm, kollitje, temperaturë, shkore të hundësh. Është gjendje e zakonshme, ne kemi pasur edhe herave të tjera dhe kemi përgatitje të mjaftueshme që për të përballuar këtë numër të qytetarëve. Presim që të bi numri i pacientëve të cilët po kërkojnë ndihmë për çështjet e gripit, ndoshta janë dy arsye. E para që kemi bërë edukim të vazhdueshëm shëndetësor, qoftë edhe për mediave, që në rast se kanë temperaturë të presin 2-3 ditë, se ja kalon edhe vetvetiu. Edhe dyta është në temperatura shumë të ulta virusi shkatërrohet. Sidomos kur bie borë, ata nuk i rezistojnë të ftoftit, kështu që pritet që të kemi ulje të pacientëve me grip. Dhimbje trupi, kollitje, shkorje hundësh, temperaturë ngritur, ka raste të rralla, vjellje dhe barkëqitje, mundim. Mirë po, në shumicën e rasteve janë simptomet e lehta që ne ju këshillojmë që të rrinë të shtëpia, të marrin sasi të mjaftueshme të lëngjeve, edhe kjo kalon vetvetiu. Në qoftë se 2-3 ditë është e zakonshme të qëndrojnë në shtëpi, të marrin sasi të mjaftueshme të lëngjeve me raste paracetamol, të ushqejnë shëndetshëm, kjo është zgjidhja. Mirë po, në qoftë se kjo situatë nuk kalon për 4-5 ditë edhe përkeqësohet gjendja, kanë dhimbje gjoksit e kërkojnë ndihmë mjekësore tek ne. Në shumicën e rasteve qytetarët, pacientët ndjehen fare mirë edhe shërohen plotësisht mirë, po ka kur komplikohen. Atëherë ne shikojmë për më shumë detaje, kërkojmë teste laboratorike, bëjmë rentgen, në qoftë se kanë pastaj ndryshime në mushkëri, trajtojmë sipas rastit. Mirë po, janë raste më të rralla, kështu që ata ndoshta e kanë ndjenjen që janë shumë, por nuk janë shumë. Në radhë të parë të qëndrojnë të shëndetshëm, të merren me aktivitet fizik paraprakisht, të ushqehen shëndetshëm, të kujdesen për shëndetin mendor, kjo rrit imunitetin e tyre. Dhe raste ata kanë shenjat e gripit të mos alarmohen. Spaku 2 deri në 3 ditë qëndrojnë në shtëpi, marrin sasi të mjaftueshme të lëngjeve dhe kjo kalon.